tani në pushtet dhe është njeriu që e ka kthyer këtë punë në diktaturë të hapur. Por njerëzit u shfryn. Për te shfryrjes çfarë ndodh? Për te shfryrjes, cilat janë idetë? Ku si mrihet të shtetkombi? Këtë duhet kultivojnë ata. Domethënë, atje në atë protest duhet folur për çështjet që e çojnë punën përpara. Në atë protest ju duhet folur shtresave të ndryshme shoqërore. Në atë protest duhet folur studentëve, ju duhet folur anvisave, ju duhet folur njerëzve që punojnë në shtet, një pjesë e tyre janë në protest, ju duhet folur policisë, i duhet folur ish ushtarakëve dhe ushtarakëve të sodëm, i duhet folur medias, njerëzve të medias, kështu si puna juaj, se unë kam qartë që gazetarët bën një punë dhe për një rrogë janë të detyruar të thonë atë që ju thonë pronarët, por në zemrën dhe mendjet e tyre nuk hyn dot pronarët. Pra kjo protestë duhet shkoj tek qytetari, duhet shkoj ke ata që pak që ndihen ende shqiptar, se janë paksuar shumë. Dhe me anë të tyre të rris legitimitetin e vetes, jo të personit që flet, po të protestës dhe të ul legitimitetin e Paris. Me uljen e legitimitetit, prit një sekond se ka një hap, prit, ka një hap. Me uljen e legitimitetit Paris fillon përshkallëzimi, fillon bojkotet të ndryshme, të grupave të ndryshme, mund të flitet për grevë, mund të flitet për shumë çka tjetër, mund të flitet për mos pagesa, ka literatura botërore na mëson që mjetet e mosbindjes civile në këtë lloj mënyre, pra një rebelim qytetar siç e quaj unë, janë pafund. Asnjëra prej tyre nuk është provuar. Të gjithë këta njerëz nuk kanë atë synim pra. Aty brenda ka njerëz që janë me qëllime të mira, por nuk arrin dot ta kuptojnë, nuk e kanë thellësinë e duhur të mendimit, për ta thënë qartë, me pak arrogancë, por duhet të thënë kjo punë. Nuk arrin dot. Dhe problemi që kanë ata është që e mendojnë atë pjesën e tyre si tapi. Edhe vinë gjithë farsoj njerëzish që flasin budallallëqet pafund nëpër mbledhjet e brendshme, jo mbledhjet e jashtme, mbledhjet e brendshme, të cilët mendojnë se do t'i japin zgjidhje, po tani nëse shqiptarët duan zgjidhje budallaqe, po më mirë po mbajnë këtë diktatorin se ky budalla nuk është, as i marr nuk është i poshtër dhe është anti-shqiptar, po budalla nuk është. Ai këta i fut në xhep. Ai është përgjigjur jo argumentave të këtyre, ai u përgjigj argumentit luftës civile. Besa është përgjigje argumentit ton që tham që ka një ndarje me thik jug-veri. Dhe veriu shihet si kategorisë dytë. Kësa ju përgjigje ai me manualin Besa. Nuk i përgjigjet atyre budallallëqeve që thonë ata në përkuvendet të tjera që zihen edhe me njëri tjetrin, ku futen 5 provokator, 2 që janë mitoman, e të tjera kanë ngelur akoma me figurat diskredituara aty disa herë, se s'po duhet përmend emra se nuk është çështje emrash, po këtu flitet për një luftë për jetë vdekje, për jetën e kombit shqiptar. Këta merren me cicmislëqe budallëqe. Është e pa, më duket shumë e lehtë, më duket një vazhdim i marrëzisë. Po të jetë puna për këta, po e them disa herë. Edi Rama flej qetë për ta. Se si ka fare problem. Edi Rama ka problem ato argumentat që i thonë sa njerëz tjerë, të cilët shkojnë drejt e në zemrën e asaj që është çelësi i pushtetit. Si ka funksionuar, cila ka qenë historiku, cilat janë shtresat shoqërore, kush kanë qenë veprimet e gabuara të këtyre shtresave shoqërore që janë pajtuar me të keqen, dhe ndarja me thik, se tani duhet bërë me thik ndarja, midis çka është e keqja që duhet ta lëm pas dhe çka është e mira që duhet ta përqafojmë. E mira është shtetkombi, e keqja është paria. Thjesht. S'ka nevojë për shumë teori. E ka lënë pak pas dore protestën në Tiranë, se ndryshe nga fillimi ku kishim edhe nga trevat mjaft shqiptarë që morën pjesë. Më pas çfarë ndodhi? Si shikoni? Shikoni, protesta ka ulje ngritjet e saj, unë nuk do të bija pre propagandës së qeverisë, që protesta po shuhet, as pak nuk po shuhet. Jo, atë për ardhjet nga trevat, jo masivitetin tjera. Edhe ardhjet nga trevat do të vazhdojnë, me sa jam informuar unë këtu në Amerikë nuk ndalen protestat çdo javë ka nga një protestë. Të dielën është këtu në New York, e kemi, të shtunën është në Washington DC, është një grup tjetër. Pra grupet ndryshme janë duke organizuar protesta në gjithë diasporën. Diaspora nuk e pranon më, është gjysma e kombit shqiptar diaspora, dhe nuk e pranon dot më legitimitetin.
Mirë po, problemi që ka protesta për momentin është që të kaloj gushti, derisa të kthehen studentët. Me rikthimin e studentëve do të shihni edhe një masivizim tjetër. Pra kjo është lufta që përpiqet Edi Rama. Përpiqet që ta shuaj këtë protestë dhe kjo protestë të jetë zhgënjimi i gjithë kësaj shtrese që e mbështet. Kjo nuk duhet lejuar me asnjë kusht. Dhe për këtë kanë përgjegjësi po dhe një farë merite ata që po e mbajnë protestën gjallë, sepse nuk duan vetëm vënë në dukje defektet e tyre, duan vënë dukje edhe meritat e tyre që po e mbajnë gjallë këtë protestë, duhet ta mbajnë gjallë derisa të kthehen studentët, por duhet të jenë të qartë në atë që do bëjnë. Sepse po nuk qenë të qartë, paria e Tiranës është e pamshirshme. I shtyp kokën gjithkujt. Duke filluar nga unë që vi nga Amerika, ata nuk i ka problem fare. I shet, i blen, një pjesë e tyre janë të shitur se janë futur nga shishi e tjerë, ca të tjerë janë futur nga shërbimet e huaja, pra ata largohen me shumë kollajllëk po të vi puna për ta shpërndarë gjën. Duhet që populli të jetë në rrugën e duhur, që të mos bjerë pre asnjërit prej atyre provokatorëve që sot flasin me forcë kundër Edi Ramës, po punojnë për shërbimet e gjithë botës. Grit, lutem, kam edhe diçka. Ju folët për sindikatën e krimit. Por deri ku në gjykimin tuaj mund shkojë dora e zezë? Unë nuk flas me hipoteza, unë flas me fakte. Sindikata ndërkombëtare e krimit kontrollon fije të thella të shtetit shqiptar. Nëse tani janë mbledhur tapit nëpër Tiranë, nuk e di nëse keni dëgjuar këtë lajm, është ka qarkulluar ky lajm nëpër ambiente jo zyrtare, sepse në media nuk del dot, janë duke mbledhur tapit e pronave gjithë rreth e rrotull Shqipërisë, të cilat do të vendosen në funksion të shpëlarjes së parave, të funksionimit të sistemeve dhe mekanizmave të sindikatës ndërkombëtare të krimit. Sindikata ndërkombëtare e krimit kontrollon Bankën e Shqipërisë, e cila manipulon turpshëm sistemin e këmbimit për shkak se i duhet Parisë së Tiranës. Kjo dhe i vlen Parisë së Tiranës. Mund të euro në qarkullim, mund ta heqim lekun fare, më duket. Të gjitha këto vdalin, kjo është e rëndësishme. Nëse njerëzit kujtojnë që këto para që i fiton Banka e Shqipërisë për të paguar borxhin dhe për t'i dhënë para mbrapsht atyre pronarëve të vërtet shtetit shqiptar, nëse mendoni se këto vinë nga ajri, e keni gabim. Këto janë parat tuaja, janë parat e tua, fëmijat, përsa kam unë një pronë, 2 prona në Shqipëri, parat e gjithë atyre që na dëgjojnë ne sot, pra duart e kësaj sindikatës ndërkombëtare të krimit janë thellë në xhepat e shqiptarëve dhe po shkojnë thellë më thellë. Edhe kur shkojnë xhepat thellë, pastaj shkojnë ato vende të këqija ku nuk duron dot më njeri, po në momentin që dora është thellë, nuk e ndal dot më. Dhe këtë duhet ta mendojnë shqiptarët, që dora ka hyrë thellë, po hyn akoma dhe më thellë, çdo pronar i ri kërkon haraqin e vet ndaj qytetarëve dhe haraqi i tyre është që bindje deri në fund, ata që kanë mosbindje, ata duhet të dalin nga Shqipëria dhe të bëhen emigrantë, siç janë bërë gjysma e kombit. Ky është rreziku. Rebeloheni sot që të mos bëheni sklever të dikujt tjetër nesër. Mos mbeteni se sklever fatkeqësisht një pjesë e mirë e shqiptarëve kanë mbetur sklever. Grit, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve. Kënaqësi.